Ridel në skenë ideja e ndërtimit të një tjetër gasjellsi që lidh lindjen e mesme me Mesdheun. Disa vite më parë ka qarkulluar ideja e një tubacioni nga Izraeli në Greqi, Itali dhe më pas në BE, por për shkak të kostove, një gjë e tillë nuk është bërë realitet. Mirpo sipas medias greke Newsbomb, Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës i Izraelit, Eli Cohen, ka deklaruar se propozimi për të ndërtuar një tubacion gazi natyror nga rezervat e Izraelit në Evropë është rikthyer në agjendë pas një takimi me ministrat e energjisë së Greqisë, Qipros dhe Shteteve të Bashkuara. Duket se ky tubacion është një rrugë alternative në mënyrë që Europa të ulë varësi nga gazi rus. Cohen theksoi se administrata Trump e konsideron energjinë një çështje të sigurisë kombëtare, gjë që rrit shanset që projekti të ecë përpara. Në takim morën pjesë sekretari amerikan i energjisë Chris Wright, ministri grek i energjisë, ministri qipriot i energjisë, si dhe sekretari amerikan i brendshëm Doug Burgum, një aleat i ngushtë i Trump. Ministrat diskutuan promovimin e interesave rajonale, projektet e përbashkëta energjetike, krijimin e një korridori energjetik nga lindja e mesme në Evropë përmes Xhirit dhe Izraelit, si dhe zhvillimin e lidhjeve toksore përmes kabllove elektrike dhe tubacioneve të gazit natyror. Iniciativa nuk u mirëprit nga të gjithë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili dëshiron të marrë pjesë në çdo projekt të tubacionit mesdhetar, u bllokua pasi Izraeli, Greqia dhe Qipro nuk duan pjesëmarrjen turke. Lufta në Gaza ka mbaruar dhe tani qëllimi është zgjerimi i marrëveshjeve të Abrahamit, kështu që ky është një hap i rëndësishëm. Ekziston plani i korridorit energjetik i MEK, i propozuar nga administratat e Biden dhe Trump, i cili synon të lidhë Indinë me Europën. Ideja qendrore është transferimi i burimeve nga vendet e Gjirit si Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në Europë, tha Cohen. EastMed dublon projektin Trans-Anatolian, TANAP, dhe Trans-Adriatic, TAP, të cilat transportojnë gaz nga Azerbajxhani përmes Turqisë, Greqisë dhe Shqipërisë drejt BE-s. Pra, nëse ai ndërtohet, gasjellsi që kalon në Shqipëri del jashtë loje.